model të... Jo, Nesti në këndvështrimin tim është precedenti që ka krijuar vetë SPAK-u. Po. Pra, secili qytetar mund të jetë një Nesti angon dhe për sa kohë dikush shkon tek dera e SPAK-ut, tek sporteli dhe çon një letër ku thot 3-4 fakte për dikë dhe kërkon një hetim ndaj tij, automatikisht me precedentin e angonit, Veliajt, ndaj secilit mund ketë një dosje të hapur. Pra, çfarë nuk kuptoj me të? Me sa unë kam komunikuar me jurist, në momentin që bëhet një kallëzim nga dikush, një denoncim, dhe ka disa element që shihen nga prokurori vërtetohen si të sakta, i lindet drejta që të hapi çështje për atë mbi atë denoncim. Çfarë do të thotë kjo? Anëri Bala, i lindur në datëlinjën kaq, e gjet çdo kush, jeton filan lagje, e di gjithë Tirana që ti e lindë rrit Muslimshyr, fjala vjen. E kupto? Edhe ku di unë, ka një fëmijë. Tani këto janë 3 fakte që dihen për Anëri Balën ose për Flogertin. Tani mbi këto 3 fakte, hajde dhe nisim një hetim për Balën që ka kryer masakër në, ku di unë, Nurën Vajgurore me Kalashnikov në 97. Pra, në këtë kuptim e vulgarizova për ta kuptuar njerëzit. Po, është krijuar ky precedent. Veliaj jeton te Kodra e Diellit, njeh Gent Sulën dhe ku di unë, është burri i Jolës. Kaq mjafton që ti bëjmë vettingun e, po dakord, asnjë problem. Po në momentin që ti e krijon këtë precedent, të presësh po se. Pastaj kushdo që të vi me çfarë do lloji emri si Nesti, duhet mbash kusuret, se ka një gjë. Me këtë e kam sërish nga njerëz ligjit. Kushdo që bën, dhe kjo është shkelje procedurale nëse SPAK-u nuk e ka bërë. Kushdo që bën një denoncim dhe do të mbetet anonim, ai mbetet anonim për publikun e më the thash, por nuk mund të jetë kurrësi anonim për prokurorët e SPAK. Pra, i pari që merret në pyetje, në qoftë se hapet një çështje nga një denoncim i një anonimi, është anonimi. Më kupton? Pra, unë mendoj dhe besoj, dhe në qoftë se nuk e kanë bërë, këtu i kanë dhënë një dorë Erion Velie që të fitojë në Strasburg, që SPAK e ka intervistuar dhe e ka marrë në pyetje të parin fare Nesti Angonin, kushdo qoftë ai. Është procedurë. Nuk mund të bësh hetime, nuk mund të bësh një punë të mirë dhe nuk është vazhdimsi korrekte ligjore procedurale, që ti të bësh nisësh një hetim nga një kallëzim i një anonimi. Nesi s'është marrë as në pyetje as drejt as në gjyq. Jo, nuk e di. Për që në gjyq nuk ka rëndësi është as është. Le të mos jetë në gjyq. Ama detyra. Dakor, pra, unë po them çfarë duhet. Të tjetër nuk e di, nëse ju e keni si informacion, dakor. Unë po them, e kam konsumuar me shumë jurist nga më të aftët e këtij vendi. Edhe ish prokuror, edhe prokuror jo të SPAK-ut, po dhe procedura është standarde. Ti, atë anonimin që do të mbetet anonim dhe ja ruan anonimatin pa diskutim, ti atë e merr të parin në pyetje. Sigurisht me ID përpara, me pasaport ose me kartë identiteti, të gjitha të dhënat, i merret deponimi i plot atij zotris nga aja të zhëja dhe i thot tani pa merak anonimatin e ruajmë, sepse e ruajnë edhe si burim informacioni, por për këto ato janë prova që i ka SPAK-u. Nëse se kanë bërë pastaj që nga duke i dhënë Erion Veliajt me duart e tyre fitoren në Strasburg, po ky është debat tjetër. Ama me që e kanë bërë për Seuzjata, për Veliajn dhe e kanë hapur si precedent. Kemi kod deri në 8 gjyq. Dakord. Me që e kanë hapur si precedent për Veliajn, edhe në rastin e Vokshit, e kanë domethënë alfa e jurisprudencës është precedenti. Unë jam kurioz, Floger, se ka disa sjellje procedurale të prokurorisë. Unë jam kurioz se, përveç faktit që do të kenë marrë në pyetje
kallëzuesin, se është detyrë. Detyrim ligjor. Detyrim ligjor. Po pra. Patjetër. Po ta zot edhe në rastin e zonjës Albana Vokshi nuk e kanë mundësinë për sa kohë Nesti është anonim dhe nuk besoj se do të shfaqet. Tani e heqin me këtë dhe kjo është shkelje procedurale. Bëj pyetje? Po. Nesti ku e çon letrën? Spak. Ku? Ka i posta atje. Jo, mund ta nisësh nga posta çfarë do te Spaku. Okej, po dikush firmos kur e nis apo jo? Absolutisht. Një gjumë lihesh që e nis Janri. Emër mbi emër firmat. Nesti Angoni firmë. Pra po kur nisni nga i post identifikohet njeriu, e kam fjalën, me dash, spa. Po. Pra se këtu duket sikur e çoj diella me AI. Jo, nuk e kam normal. Nuk e di nëse çohet dorëzi, të them vërtetën, po nuk e besoj. Se deponohet me fjalë nxirret dorëzi. Desha thoja që prokuroria gjithmonë ka takrin që ta cilësoj një kallëzim të besueshëm ose të bazuar ose me indicie për të provuar faktin penal ndaj subjektit, pra ndaj Albana Vokshi që ideja është që vërtet Nesti mund bëj kallëzim. Problemi është se Nesti që bën kallëzimin a i mbush kriteret që të ketë fakte apo është një se siç bën kallëzim Nesti mund bëj çdo kush. Jo çdo kush po e bën për ditë, kemi bërë për ditë në media, nuk ka nevojë për Nestin. Jemi gjallë, s'është hapni çështje. Emër mbi emër, patjetër. Emër mbi emër, figurë, kartë identiteti po doja jap. Prandaj them pra që në momentin që ti sheh indicie në kallëzimin që ka bërë dikush dhe që shpreh gatishmërinë, siç thot Nesti që unë di shumë më shumë më the tash, merret i pari Nesti. Pyetet Nesti, zhbirilohet Nesti dhe vazhdohet pastaj. Në qoftë se shkojmë te faza që ka sjell një letër bakalli dikush që i ka vendosur një emër që nuk ekziston askund dhe hajde hapim çështje se bën buj ky ose kjo, këtu pastaj Nesti që ka zgjedhur Albana Vokshi mund zgjidhë KD nga Partia Demokratike. Si ka zgjedhur Albana Vokshi? Pse mendon? Dëgjoj, për zonjën Vokshi, ç'është e vërteta, kanë qarkulluar disa, po dëgjoj, është shumë e thjeshtë. Unë nuk e di nga cila parti politike ka qenë Nesti i Veliajt. Nuk e di. Po të shkosh nga kryetari i Bashkisë Tiranës, te një deputet e Partisë Demokratike? Jo, më gjok, ku e kam. Pra unë nuk e di dhe nuk kam realisht se po ta kisha do ta thoja se patjetër. Nuk mund të kem dyshime, mund të spekuloj se mund t'ja ketë çuar Erion Veliajt, mund t'ja ketë bërë këtë letër një nga brenda partisë tij, mund t'ja ketë bërë një nga partia kundërshtare, mund t'ja ketë bërë një prokuror që se ka qefe, ku diun se çfarë. Mund ta ludoj çfarë dua, po për Albanën nuk kam asnjë dyshim që ja kanë bërë brenda partisë saj.